Burg për jetë për Bledar Jambellin dhe Kristaq Laçin për vrasjen e ish-drejtorit të policisë së Vlorës Artan Cuku. Bledar Jambelli si organizator dhe financues i krimit, ndërsa Leçi ndihmoi autorin. Gjykata e Tiranës ka dënuar me burgim të përjetshëm Bledar Jambellin dhe Kristaq Laçin për vrasjen e ish-drejtorit të policisë së Vlorës Artan Cuku. Vrasja e Artan Cuku ndodhi më 2017 në rrugën e Kosovarëve në Tiranë. Ndërsa Bledar Jambelli u arrestua në Greqi në vitin 2018 si organizator dhe financues i krimit. Mikel Shallari, i cili u arrestua vetëm pak ditë pas krimit si personi që kreu vrasjen, vendosi të bashkëpunojë me prokurorin, duke treguar marrëveshjen e bërë me Jambellin për vrasjen. Shallari u dënua me vetëm 10 vite burgim për shkak se ai kishte përfituar statusin e bashkëpunëtorit të prokurorisë. Motivi i vrasjes së Cukut ishte arrestimi që ish kryekomisari Cuku i ka bërë protestuesit Bledar Jambelli në vitin 2012, të akuzuar për vrasjen e Armando Delajt, për të cilin Jambelli u lirua 2 vite më pas nga gjykata, madje mori edhe mbi 500.000 lekë dëmshpërblim nga shteti për ditët e burgut. Bledar Jambelli aktualisht ndodhet në burg në Greqi për një ngjarje të vitit 2022, ku mbetën të plagosur 5 persona. Për vrasjen e ekzekutorit ju u premtua 20.000 euro, të cilat do t'i merrte në Gjermani pasi të kryente krimin. Sipas dëshmisë të pandeurit të drejtësisë për krimin, mori vetëm 3.000 euro.